Berat Gjimshiti do të jetë një nga emrat më të ndjekur në merkaton e verës në Itali sipas mediave përtej Adriatikut, të cilët kanë publikuar lajmin e bujshëm se 3 nga emrat e mëdhenj të Serie A janë gati të firmosin me kapitenin e kombëtares shqiptare. Gjimshiti është në vitin e tij të fundit të kontratës me Atalantën, ku padyshim është një pikë fikse e këtij klubi pasi ka hyrë në histori si një nga lojtarët që ka luajtur më shumë me fanellën e tij, duke arritur objektiva të jashtëzakonshëm, siç ishte edhe fitoria e Ligës së Evropës. Palët nuk kanë gjetur ende akordin për rinovimin dhe kjo ka shtyrë klube të tjera që të kontaktojnë me mbrojtësin, i cili është një nga ekspertët e Serie A dhe njeh shumë mirë kampionatin. Sipas mediave italiane, në garë ka hyrë Juventusi, që kërkon më shumë eksperiencë në sektorin e prapavijës, duke piketuar pikërisht mbrojtësin shqiptar si një afrim që mund t'i bëjë punë. Në ndjekje të tij është dhe Milani me Iglitarin, i cili kërkon të shfrytëzojë njohjen që ka me të për ta bindur të vesh fanellën kuqezi, ndërsa i treti, por jo më pak i rëndësishmi, është klubi i Romës, ku gjendet mësuesi i tij Gianpiero Gasperini, i cili e njeh më mirë se të gjithë Gjimshitin dhe padyshim ka një lidhje të ngushtë me futbollistin, i cili ka arritur kulmin e karrierës pikërisht në drejtimin e tij. Ndaj kjo verë pritet të jetë shumë e nxehtë sa i përket të ardhmes së futbollistit të kombëtares shqiptare, i cili padyshim tashmë ka luksin të zgjedhë alternativa si pak kusht tjetër.